Përshëndetje drejtor, përshëndetje krye-inxhinier. Jemi në një nga kantierët që po ecën më mirë, do të thoja, në korridorin e 8. Korridorin e 8 të shumë pritur, por sidomos këtë pjesë që nis nga rrethrotullimi i Bradasheshit, aty ku ne kemi filluar projektimin dhe me emergjencë do të zgjidhim edhe problematikën që ka tashmë ngarkesa e trafikut në daljen e autostradës Tiranë-Elbasan dhe pastaj vazhdimi deri në Lekaj, apo jo, ky është plani jonë. Megjithatë, këtu kemi nisur punën në fazën e parë ku flitet për rreth 18 kilometra, e ndarë në disa faza dhe ndodhemi në fazën e 5 në radhë. Kjo është faza e 5 dhe jemi pra papër Ura e Grykshit, shkëlqyer. Jemi në një nga kantierët ku ndodhet një nga urat, i gjithë projekti pra 18 kilometrat, sa ura kanë drejtor? Ka 6 ura të mëdha. Janë 6 ura, 2 prej cilave janë 330 metra linear, dhe njëra prej tyre është kjo që po shikojmë sot. Ecuria e këtij kantieri, pra papër ura e Grykshit, faza e 5, është në 60% dhe po diskutonim pak më parë me gjithë grupin e inxhinierëve këtu, që krahasuar me të gjithë fazat e tjera, ne sot këtu kemi ecurinë më të mirë me 60%, ndërkohë që i gjithë projekti është diku te 49%. E rëndësishme është të thuhet që kemi një afat për të kapur dhe është afati i qershorit 2026 ku dëshirojmë të përfundojmë totalisht sipas afateve kontraktuale 18 kilometrat e parë të këtij segmenti shumë të rëndësishëm, duke e lënë pra rrugën dytësore të jetë funksionale, ato që sot është rruga kombëtare, dhe duke kaluar në një autostradë të tipit A me shpejtësi 130 km/h. Shpejtësia e projektimit është 140 km/h dhe shpejtësia e realizimit të projektit është 130 km/h. Kemi 2 korsi nga secili krah me 3.75 metra gjërsi dhe një korsi plus nga secili krah që është korsia e emergjencës me 3 metra gjërsi. Pra kemi 3 korsi në të dyja krahët, duke na dhënë kështu një autostradë të tipit A, e cila do të ketë shpejtësinë 130 km/h. Siç e tham, ecuria fizike në këtë kantier është shumë e mirë, kemi kaluar 60% të realizimit. Problematika nuk kemi pasur me shpronësimet përtej problemeve me dokumentacionin që vazhdon dhe sot kemi arritur të gjejmë mirë kuptimin e banorëve. Trasen e kemi hapur të gjithën, mbushja ka përfunduar mbi 80% të saj. Kemi 5 vepra të vogla hidrike që shërbejnë për kalimin e ujit nga njëra anë në anën tjetër. Tombino dhe 2 nënkalime që në fakt nuk i kishim pjesë të projektit, por i kemi shtuar me kërkesë të banorëve për të lidhur zonat bujqësore nga njëra anë në anën tjetër. Duhet të thënë që zakonisht gjatë zbatimit projekteve padyshim ka disa ndryshime, të cilat konfirmohen dhe aprovohen në Këshillin Teknik të Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe sigurisht shumica prej tyre ka të bëjë me një pjesë shumë të rëndësishme, atë të sistemimit të lëvizshmërisë brenda zonave të banuara në 2 krahët e autostradës. Sidomos kur janë zona që në planifikim nuk është parashikuar sepse janë zona të cilat janë të pabanuara, por nga ana tjetër rrugës në një komunikim të vazhdueshëm me të gjithë komunitetet, arrim të kuptojmë që janë zona bujqësore dhe që detyrimisht duhet krijuar akses, edhe nëse nuk janë sot në përdorim, mund të jenë në një të ardhme bazuar në gjithë paketat incentivuese që qeveria shqiptare ka tashmë për zhvillimin e bujqësisë apo edhe zhvillimin e agroturizmit. Në ndërkohë, nëse shikojmë, ura ndërtohet pra 330 metrat janë të ndërtuara në shtradin e lumit Shkumbin, por si shte nuk ka problematika teknike. Kemi dalë mbi nivelin e lumit, në dhe 5 pila për të bëtënore, po jemi në vu rreziku të vua, në mezi të tojnë të dhe gjede në trarë të fatë e kontapt. Janë 161 trarë nga ku 100 trarë janë prodhuar. Kështu që si shtatë inxhinieri në mes tetorit fillon montimi i trarëve për të liruar kështu edhe trupin e rrugës pasi. Inxhinier, kjo është dhe koha më e mirë për të punuar, sepse pas pak do filloj edhe të rritet niveli i ujit, shpresojmë shumë. Do fillojmë në rrjedhën e trarëve, shmangim në
2025 ka qenë me të vërtet një vit i thatë, ku të gjitha kantierët, pikërisht, të gjitha kantierët e kanë shfrytzuar maksimalisht këtë pjesë, duke qenë se nuk ka pasur shira dhe ka qenë e lehtë për të ecur në përkantiere, por nga ana tjetër duhet pasur parasysh që është një situatë që nuk na favorizon në sektorin energjetik. Kështu që ne po e shikojmë me shumë vëmendje rritjen e mundësive për të pasur rreshje gjatë sezonit të vjeshtës, duket sikur po sistemohet situata dhe në hidrocentralet tona, por ju që punoni në shtratin e Shkumbinit, për sa i përket të gjithë veprës, se pak a shumë në të gjitha segmentet ne jemi brenda dhe afër shtratit Shkumbinit, duhet që të përshpejtoni pasi do filloj të rritet niveli duke ju krijuar pak problematika dhe kompleksitete. Duket faktikisht në një nga kampatat, pak më tutje, por ne nuk na e lejonte bimësia që ta shikonim, duket pjesa ku uji, pikërisht lumi, kalon në mënyrë diagonale nën kampatat. Shumë mirë. Në ndërkohë që, ashtu si thash, një tjetër pjesë e rëndësishme e projektit, që është pjesë e korridorit të 8 dhe që do të avancohet me shpejtësi dhe në situatën e emergjencës, është zgjidhja që do t'i japim 3 kilometrave të autostradës Tiranë-Elbasan, pjesa e rrethrotullimit brenda sheshit që do zgjidhet për t'u lidhur me fazën e parë të këtij projekti, apo jo? Projektin e kemi gati, ky segment prej 3 kilometrash është pjesë e bypassit të Elbasanit. Projekti është gati, është i miratuar në Këshillin Teknik të ARSH-s. Në ditët në vijim, me ndryshimet që do kemi në buxhet, presim që të vijojmë me rialokimet të cilat do ndjekim. Kam një pyetje drejtor. Nga momenti që bëhen rialokimet e duhura sipas aktit normativ, nga momenti që projekti tashmë është i konsoliduar dhe i miratuar edhe nga Këshilli Teknik, a do t'ja dalim që të kemi këtë zgjidhje emergjente deri në përfundim të sezonit? Ne do tentojmë që të fillojmë punën menjëherë pas përfundimit procedurave të prokurimit. Shpresojmë shumë që ta lidhim, ne shpresojmë para fillimit të sezonit veror, por që do të shohim. Është e rëndësishme që japim një zgjidhje pasi ne shikojmë që edhe tani me përfundimin e sezonit, edhe gjatë fundjavave të vjeshtës parë, duhet thënë që kemi parë ngarkesë dhe jo vetëm të shtunën apo të dielën, po edhe të premten pasdite, edhe të hënën në mëngjes, duke qenë se tashmë qytetarët apo edhe vizitorët dhe turistët nuk janë thjesht për sezonin veror, por lëvizin edhe gjatë fundjavave, kështu që ajo është një zgjidhje e shumë pritur që duhet patjetër të përfundojë me fillimin e sezonit veror, pra deri në një korrik të 2026-s, ne duhet kemi zgjidhur 3 kilometrat e para të bypassit të Elbasanit, për të vazhduar pastaj me projektin e madh dhe financimin e huaj në cilin kemi aplikuar. Diçka tjetër që duhet dim nga projekti? Projekti, duke qenë se shtrihet përgjatë lumit Shkumbin, kuptohet që është i mbrojtur nga daljet e mundshme të lumit, ku janë parashikuar muret me pilota 800, pastaj më sipër janë muret gabion mbi murin beton arme. Kështu që kjo autostradë është bashkëkohore e projektuar me gjitha kushtet teknike të projektimit. Pasi duhet thënë që pjesë e projektit, si në fazën nga rrethrottullimi brenda sheshit në drejtim të Lekajt, ashtu edhe në fazën nga bypassi pra i ri dhe në vazhdim deri në kufimin e Maqedoninë e Veriut, në të dyja rastet kudo që ne kemi punuar afër lumit Shkumbin, kemi bërë dhe mbrojtjen e skarpatave dhe mbrojtjen lumore. Pra në të dyja rastet është punuar dhe duhet thënë që është një përfitim për sa i përket këtij lumit rëndësishëm edhe të gjitha zonave të banuara tek ai kalon. Shumë faleminderit për prezantimin e ecurisë në këtë kantier. Shpresoj që në ditët e ardhshme do të kemi vizita edhe në kantieret e tjera të këtij projekti për të parë ecurinë dhe shpresoj që edhe kantieret e tjera të arrijnë sa më parë të 60% të avancimit që ka kjo fazë dhe siç tham që është një nga fazat më të komplikuara të gjithë këtij segmenti. Shumë faleminderit për sot. Faleminderit.